Personalisht jam një nga ato bashkëvuajtësit e këtyre dyerve. Jo më larg se para një viti kam rrezikuar të humbas jetën për shkak të një hemoragjie. Dhe turpi më i madh ishte që këtu nuk ishte gjak që të më dhuronin. Duhet më vinin vëllezërit nga Greqia që të dhuronin ato 2 pika gjaku për mua që unë të jem këtu sot dhe të ngres zërin dhe për të tjerë që mund të kenë të njëjtat hallë dhe probleme si unë. Dhe jo vetëm kaq, por edhe persona të tjerë të afërt. Përpara 2 ditësh kisha xhaxhin që nxorrëm nga spitali. Është shumë e turpshme ta them. Në dhomën 8 kam lindur unë vajzën, tek 7 ishte i shtruar xhaxhi im. A është e hishme o miq që gratë dhe burrat të rinë në një vend? Ka kaq shumë kohë që kanë nisur punimet dhe kanë ngecur për leje dhe nuk e di se për çfarë tjetër, ende nuk kemi një ambient të dinjitoz me të cilin të përfaqësohemi si qytetar. Kur vjen puna te taksat i paguajmë 1/1. Por ama kur vjen puna që të marrim shërbimin mbrapsht, duhet të kemi një mik të fortë që të trokasim në një derë dhe inshallah na hapet ajo derë. Prandaj do ju lutesha të gjithëve njësoj siç unë kam ardhur me vajzën time sot në gjithë këtë vap, të bëhemi akoma më shumë dhe të kërkojmë të drejtat tona që na takojnë. Boll na shtypën. Nuk kërkojmë gjëra që nuk i meritojmë. Kërkojmë ato gjëra që ne paguajmë për t'i patur. Për sa i përket stafit mjekësor, nuk mund të them asnjë fjalë se ishin nga i pari tek i fundit, njëri më i mirë se tjetri, gjuna edhe për ata për kushtet skandaloze ku punojnë. Periudha që kam qenë unë e shtruar në spital ka qenë dimër. Qa binte jashtë hynte brenda, është turp ta thuash. Është turp ta thuash, spitali të rinin ato sanitaret me kova që prisnin ujin se kur të ngrihesha nga shtrati, do thyja qafën nga uji që kishte rënë poshtë. Ngrihuni dhe kërkoni të drejtat tuaja se nuk është as pak pa drejtësi kjo që ne kërkojmë. Pa drejtësi është ajo që po na bëjnë neve. Bolli është shtypën. Lushnja ka shumë njerëz dhe sot shoh shumë pak, jam e zhgënjur. Prisni akoma më shumë njerëz në këtë shesh. Mbusheni sheshin, të kërkojmë të drejtat tona.